Të tilla pamje mund të përsëriten edhe një herë. Studentët paralajmërojnë se do të jenë sërish në balë të organizimit kësaj radhe për ta mbrojtur veriun. Nëse është nevoja, përfaqësuesit e 11 organizatave studentore të Universitetit të Prishtinës thonë se do të kalojnë edhe Ibrin. Fillimisht do të jenë protestat masovike, të cilat normal që do t'i paralajmërojmë, kurse nëse jemi të detyruar atë do të shkojmë edhe vetë atje. Por kanë edhe një formë tjetër të protestimit. Të mos na detyrojnë t'i lëshojmë librat dhe të vihemi në shërbim të mbrojtjes së qytetarëve të cilët jetojnë në veri të Kosovës. Fillimisht po presin institucionet vendase e ndërkombëtare nëse do të hartojnë një plan të përbashkët për shuarjen e strukturave ilegale kriminale serbe. Protesta paralajmëruan edhe Parlamenti Studentor i UP-s, fajsuan qeverinë për incidentet që po ndodhin në Mitrovic. Po ashtu shprehim shqetësimin tonë të thellë, edhe me pasivizimin e qeverisë e cila ka ndërmarrë pak hapa për përmirësimin e gjendjes së qytetarëve në atë pjesë dhe shtrirjen e sovranitetit. Për mos shtrirje të sovranitetit në pjesën veriore, pa faj nuk mbeten as ndërkombëtarët. Kjo iniciativë studentore, siç u tha, ka mbështetjen e 32 organizatave rinore.